Në vijim po paraqes para jush edhe kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret me ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Glauk Kënjufca. Zëvendës kryeministri e dytë dhe ministre e drejtësisë, Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet e pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Damka. Ministri i financave, Hekuran Murati. Ministri për punë, familje dhe vlerat e luftës çlimtare, Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sfeshla. Ministri i digitalizimit dhe administratës publike, Lulzën Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës, Hajrullah Qeku. Ministri i kulturës dhe turizmit, Saranda Bogujevsi. Ministri i administrimit pushtetit lokal, Elbert Krasniqi. Ministri i sportit dhe rinisë, Blerim Gashani. Ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Fitore Pacolli. Ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, Armend Muja. Ministri i infrastrukturës dhe transportit, Dimal Basha. Ministri i industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, Mimoza Kusari. Ministri i ekonomisë, Artane Rizvanulli. Ministri për komunitetet dhe kthim, Nenad Rashiq. Ministri për zhvillim rajonal, Rasim Demiri. Mandati të cilin po e kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatie për të gjithë. Ju faleminderit për vëmendjen e drejtanishme dhe paraprakisht për mbështetjen tuaj.